Partia Demokratike cilëson të palishëm testin e bërë për rreth 3.000 vende të lira pune në arsim. Ish ministri i arsimit në kohën e qeverisjes së djathtë Genc Pollo tha se në funksion të interesave të tij klienteliste, kryeministri po fut në licencim të gjithë mësuesit, ndërkohë që ata zotrojnë një diplomë. Kjo sipas tij është e paligjshme. Një testim të pabazuar në ligj dhe pa përdorim ligjor vetëm për të hequr vëmendje nga skandali i të emëruarve të tij. Është përcaktuar se kandidati për mësues kalon në një proces konkurimi në shkollën ku don të punojë dhe që ka një post vakant. Janë mësuesit dhe prindrit e nxënësve të asaj shkolle në një komision vlerësimi, të cilët vendosin se cili nga konkurruesit është më i përshtatshëm dhe do të punësohet. Ndërkohë që licenca e arsimit për arsimtarët që kanë vite në këtë punë me diplomë përkatëse është absolutisht e panevojshme, ajo vlen vetëm për ata që hynë në tregun e punës pas diplomimit. Sipas Genc Pollo, situata në arsim është përkeqësuar, pasi qeveria nuk ka zbatuar ligjet dhe ka futur në arsim militant partie. Në emër të Partisë Demokratike i kërkoj sot Edi Ramës të harrojë eksperimentet e revanshit dhe të klientelizmit në arsim, të respektoj ligjin dhe vetëm ligjin, nga gërma e parë te gërma e fundit. Genc Pollo i bëri thirrje mësuesve dhe prindërve që të refuzojnë dhe të protestojnë kundër çdo veprimi të qeverisë që shkel ligjet në fuqi. Ai tha se dhe Partia Demokratike do të organizojë protesta masive të pandalshme, derisa arbitrariteti dhe revanshi qeveritar të ndalet.